Se tash na mësojmë se vetëm një Zot, dikush thotë, jo një Zot po 3 zotë. Tash apo jetë një Zot a 3 zotë. Edhe pse krishterët, për ata ndarja e kishës lindore dhe perëndimore, katolikët edhe ortodoksë pse janë ndarë për këtë çështje, për Trinitet. Të një kisë ka pranu, që të ka pranu. Ta na erdhën këto trit, ja falen gjakin që i futve, tha po bomi vllaz një bashkim. Për shkak se e kena një mision, cëllë mision, ta në që i futët të shfrytëzojmë krishterë, krishterë ta të shfrytëzojmë që i futët, dhe kjo është ajo komploti botëror që cilën a këton tentojnë, me shfrytëzu një tjetrin. Që i futët tentojnë me shfrytëzu krishterët, krishterët shfrytëzojnë, që tentojnë me shfrytëzu që i futët, për shkak se të kut nga dhënjejmë i përmbismi në ato, edhe ato në i përmbismi, Allah i përmbis të ditë njoni me qetrin, kështu Allah i ban helal zullumqor. Dhe Allah të rëshigon këtë tokë për njës të drejtë. Inna d-dina inda Allah i l'Islam. Feja vetë me pranuar të Allah është Islami. S'ka që të feja. Dhe ata më veç një model. Dhe këtu ne, kur s'kan arrit të armiqë të Allah, që neve me në prish Islamin, çështjen e besimit, tentojnë të nuhatin parimet e besimit. Qështë në parimet? Tentojnë ato të në rështjasin nga rruga Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allah azza wa jall ka zbrip Kur'an dhe ka qenë katalog. Katalog ka qenë kush? Ai që e ka përkthi Kur'anin, që e ka zbatu Kur'anin, kush ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra qish ne ta praktikojmë Islamin dhe Kur'anin, qish e ka vepru pejgamberi. Pse? Se Allah e ka zgjedh, ka thonë që këtë model. Nuk ka mundësi që tër model të pranohet të Allahu azza wa jall. Pra të thotë pejgamberi Allah, kush e vepron një vepër, ne më në fesë, ne më në dinit, me po ne nuk kemi urnun ta, ne nuk e kemi zbatu ata, ajo nuk pranohet Allah. Qoftë edhe në tanë notën t'i bebon namaz edhe me agjeru 24 orë pa qelë hiç në ta. Për shkak se model e ke kanë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra do ledhe të ndërsh, Allahu thotë wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kush kërkon dhe një fe tjetër pos Islamit, nuk i pranohet aty. Dhe në ahiret kitë të qetë njeriu nga të humburit. Pashtu Allahu azza wa jall i tharet dhe i thartë e librit, që pretenduan se ne jema gjithashtu kena libra që e lorë. Pra ta thot Allahu azza wa jall publikisht i tharet mbar njerëzimin, në veçanti ata që e din librin që e lorë, që besojnë se ka Zot, që besojnë se ka libët nga qielli, që besojnë që ka ardhur pejgamber, thot Allahu azza wa jall thiri dhe ata. Në çfarë ti tharrismi? Qul ya lil kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. O ju i thartë e librit, e jeni që të bashkohemi me një fjalë. Cilin fjalë të bashkohemi?